Rreshjet e ditëve të fundit kanë krijuar një situatë alarmante për fermerët e njësisë administrative Dushk, ku mbi 160 hektar tokë bujqësore e mbjellë me perime foragjere, grur dhe elb janë në pushtetin e ujit prej të paktën 6 ditësh. Pas përmbytjes së muajit nëntor gjatë vitit 2025, kjo përmbytje është edhe më e rëndë, ku fermerët kanë humbur gjithçka nga ekonomia e tyre. Në këto kushte, pa ndihmën e shtetit, ata e kanë të pamundur të vazhdojnë aktivitetin ekonomik, por më të rënd e kanë ata fermerë që e kanë aktivitetin e tyre në tokat e marra me qera. Unë kam pothuajse rreth 20 hektar tokë me qera. Ndërto kam rreth 6-7 lymi kam perimore, siç e shihni vetë, ja gjendja duket, s'ka çfarë thot, kam lakër kokë dhe presh. Ktu ka falimentuar çdo gjë. Plus jonxhat, foragjeret, kam rreth me këtë të treja parcelat që kam këtu, kam rreth 20 hektar tokë që kam me qera. Kam toka tani që i kam pluguar për misër. Kjo është hera dytë nga nëndori. Dhe tani është hera e dytë që ne përmbytemi. Ishte hera e parë, por jo me këtë përmas. Kjo është hera e dytë tani. Çat shikosh vet, duket, nuk ka koment. Specialisti i bujqësisë Dritan Kolleshi tregon arsyet e përmbytjeve të herpashershme të një prej zonave më bujqësore në vend, nga pjesa jugore e lumit Shkumbin e deri në fshatin Ferras të komunës Gradisht, ku përfshihen rreth 12.000 hektar tokë të ish-Kënetës së Tërbufit. Janë shumë arsye, por një nga arsyet kryesore është që baseni i Tërbufit, ish-Këneta, është llogaritur që të punonte me një intensitet shiu deri në 200 mm shi. Por ujrat që kalonin në basenin e Tërbufit ishin vetëm ujrat që binin në basen. Në të dy varë kodrat, ndërmjet që nga Kashtbardha deri në Thanasaj, ishte deri në lumin Shkumbin, nga të dy lumenjt, ishte një kanal i ujrave të larta, kanali V4, i cili shërbente gjatë verës për ujitjen e fushës Tërbufit, ose basenit që ka qenë, dhe gjatë dimrit to porta mbylleshin dhe ky e kalonte ujin jashtë hidrovorit duke çuar në zham për ta nxjerrë jashtë hidrovorit dhe baseni thithë vetëm shirat që binin në basen. Po njëjta situatë ndodhe edhe me kanalin që është i varë kodrave të Grabjanit deri në Biçukas dhe Semens, dhe ato e nxjerrin jashtë hidrovorit ujin dhe po e njëjta gjë pompat e hidrovorit, megjithëse punojnë me intensitet lartë për këto 35 vite, pothuajse të gjitha qeverit nuk kanë marrë masa që këto dy kanale të ujrave të larta nuk kanë marrë masa që ti rikthejnë identitet. Pra, këto të kryejnë funksionin e tyre dyfish. Edhe për vaditje gjatë verës, por edhe për kullim gjatë dimrit. Masat që duhen marrë nuk janë masa që jemi në gatishmëri këto ditët e përmbytjes, por masat dhe gatishmëria duhet të mbahet gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë periudhës nga drejtoritë e kullimit dhe të mirëmbajtjes së kanaleve. Këto ditë me rreshje fermerët e kanë të pamundur të ndërhyjnë në tokat e tyre. Vendin e kanë zënë shpendët ujor, rosat dhe pulbardhat.